Të dashur shikues, trupi i Shpat Kasapit ka mbritur në Maqedoninë e Veriut dhe në emër të familjes Kasapi, lajmërimi mortor. Me pikëllim të thellë njoftojmë për ndarjen nga jeta të birit nipit vllaut ton të dashur Shpat Kasapit, i lindur më 1 maj të vitit 1985 dhe ndroi jetë më datën 26 nëntor të vitit 2025. Shpati ishte një zemër e bardhë, një shpirt i gëzuar që jetonte me këngën në buzë dhe me dritën në sy. Ai falte vetëm dashuri e mirësi, dhe kush e njohu, e ndjeu ngrohtësinë e tij. Ikja e tij e papritur ka thyer zemrat tona. Do të na mungoj zëri i butë, buzëqeshja e tij e sinqertë dhe prania që na jepte qetësinë. Kujtimi i tij do të mbetet i paharrueshëm për ne. Të gjithë ata që dëshirojnë t'i japin lamtumirën e fundit shpatit ton të dashur, janë të mirëpritur të marrin pjesë në ceremoninë e tij. Homazhet do të mbahen ditën e diel, më 30/11/2025 në orën 11 në Pallatin e Kulturës në Tetov, ndërsa varimi në orën 14 në Varezat e qytetit të Tetovës. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij, u preh në paqe. Ngushëllime edhe një herë familjes Kasapi, vëllaut, motrës, zonjës Gjylimser, gjithashtu edhe nuses së shpatit Selvijes. Varimi do të mbahet, homazhet do të mbahen ditën e diel në Tetov, në vendlindjen e shpatit, në orën 11 dhe varimi do t'i bëhet në qytetin e Tetovës ditën e diel në orën 14 në vendlindjen e tij, në qytetin ku shpati lindi, u rit, aty ku kaloi fëmijërinë e tij, pranë të atit. Ngushëllime dhe qoftë i paharrueshëm kujtimi për të.